Dëshiro për njerëzit atë që dëshiron edhe për veten tënde e do t'jesh musliman. Prej shenjave të mira të një muslimani dhe të besimtarit është që të dëshiroj për vëllain e tij besimtar atë që e dëshiron dhe për veten e tij, ashtu siç ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar askush prej jush derisa të dëshiroj për vëllain e tij të mirën ashtu siç e dëshiron për veten e tij. Prandaj muslimani plot dhe i vërtet është ai që ja don të mirën çdo muslimani. Islami dhe besimi i tij nuk do të jenë të plot përderisa të mos jetë i tillë. Nga ana tjetër, duhet që ne të urrejmë për vëllain ton atë çka e urrejmë për veten ton. Kështu që do të jemi musliman të mirë, vëllezër, do ta meritojmë statusin që na ka dhënë i Madhi Zot në Kur'an, kur ka thënë për besimtarët se ata janë vëllezër ndërmjet tyre. E falenderojmë Allahun e madhëruar, e lutim atë njëkohësisht që neve të na bëj besimtar të sinqertë, vëllezër të dashur me njëri tjetrin, prej atyre që dëshirojnë për vëllain e tyre të mirën, atë çka e dëshirojnë dhe për veten e tyre. Dhe së fundi, falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.